se në fakt ç'është ky libër, çfarë ka në thelb, që janë masonët në thelb, bashkë me çifutët apo jo? Janë dy bashkë. Kaserioti kthehej më njëherë pa humbur kolet jo. Jam në studio me Arlindën pra Kaseriot Miftaren, Kaseriot Islamin dhe me Gez Bektashin. Rekthehemi, jepni minutë. Pra libri më i ri Dan Brownit tashmë në tren ka shpje botuese Dudaj, simboli i humbur. Arlinda, rikthehemi pra, ishim duke rrëfyer fabulën me fjalë të përgjithshme të këtij libri pa nxjerrë shumë detaje sigurisht. Në rrethana të disi të çuditshme, Langdoni takohet me Saton. Me Saton, me kreun e zyrës së sigurisë së CIA-s, që për një arsye të panjohur është një grua japoneze e imët tinzare dhe misterioze, shkruan Brown. Po në drejtë marrëdhënie shumë e çuditshme kjo. Që të intrigon që në çastin e parë që ai takohet me Saton dhe që vjon të themi deri në fund ku zbulohet dhe roli i Satos edhe. Gjatorëve të asaj aventure të jashtëzakonshme në Washington DC, ndeshet me të gjitha llojet e simboleve, miteve, historive, të fshetave të mëdha simbologjike, duke përshguar me intësi të gjitha mostrat dhe speciet me një sens mrekullimi të palotshëm, duhet thënë. E vërtet, dhe këtë ndjem në gjatë gjithë librit, që këtij libri që të rëmben domethënë në mënyrë të patregueshme, vërtet. Ti kupton që bota nuk është kjo që duket pra. Përpiqesh të rëmosh dhe ti bashkë me Dan Brownin, me personazhet që ka aty brenda, dhe ndërkaq nëpërmjet këtij romani kam përshtypjen që ai është përpjekur që të tregojë që Washington DC është një qytet sikurse Londra, Parisi dhe Roma, që fshehin vërtet shumë mistere brenda saj. Dhe përpiqet të rrëmojë le të themi në shkutat e errta të historisë për ta shpjeguar. Në librin e ri të Dan Brownit, Simboli i humbur, Dan Brown pikërisht autorit tashmë bën për Amerikën atë që bëri për kristianizmin tek Ëngjet e Djaj dhe tek Kodi Da Vinci, kërkon misterin dhe pasurinë e saj në errësirën e historisë. Duhet thënë, po ashtu janë dhe referencat për shkencëtarët e shoqatës mbretërore të Londrës, që mbiquhet në mënyrë enigmatike Kolegji i Padukshëm. Ne sonte Arlinda sigurisht që mund të vazhdonin pafund të flisim për këtë histori, po mirë është që të mbetemi këtu, dhe dyshim nuk ka kuptim, libri është në treg, është gjitha pikat e shitjes, apo gjitha libraritë e Tiranës jo vetëm. Është në gjitha pikat e shitjes, dhe e vërteta është kjo që libri duhet lexuar, jam e ditur që do hap debat, dhe një libër që hap debat sigurisht është një libër i mirë. Po sigurisht. Dhe i debat na çon përpara të gjithëve. Kaseriot Miftara, jeni pikërisht tu sonte se jeni një nga të parët që keni lexuar librin apo jo? Po, dy herë. Dy herë keni lexuar? Si ka mundësi? Në fakt mund ta lexoj edhe një herë. Shkrimi juaj më i fundit Kaseriot Miftaraj, shkrimi juaj më i fundit që keni botuar në shtyp, por edhe në Facebook gjithandej. Po. Titullohet Shqipëria, vendi ku libri i Simboli i humbur i Dan Brownit bëhet realitet. Po. Ka jeni një mjeshtër i paparë, sepse nuk bëni gjithë tjetër vetë e mini këtë histori ku ka mister, ku ka çifut, masonori e gjitha këto, dhe si një Shqipëri, pa aktualizoni, e konkretizoni, e bëni një shpejt. Domethënë Arlinda është bashkëpunëtorja ime falas. Vërtet? Domethënë më asiston. I ka bëni kënaqësi të paparë që botoj këtë libër apo jo? Po. Ju shkruaj në shkrimin tuaj Kaseriot, çdo libër ku e vepër ka në thelb një paradoks, shkruar ju, dhe ai librit më të fundit të Dan Brownit, Simboli i humbur, për cilin jeni ftuar të sonte, është se autori, thoni ju, duke se bën përpjekje të mëdha për ta sofistikuar intrigën e librit, duke kërkuar të zhbirojë me fantazinë e tij në simbolikën misterioze të historisë amerikane, shkruani ju. Po. Autori nisat të bëjë të njëjtën gjë që ka bërë te Kodi Da Vinci, ku hapi një debat të madh me prekjen e figurës Krishtit, dhe kur lexon faqet e para të librit, shikon se ai për një herë hyn në një pistë ku ndoshta do hapte të njëjtin debat, gjendet në rotundën e famshme të Capitol Hillit. Capitol Hill është ndërtesa e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ku janë Senati dhe Dhoma e Përfaqësuesve, Kongresi quhet dyja së bashku. Aty është një kupole famshme rotunda, ku është një afresk i madh 55 metra i George Washingtonit, dhe në ky shkencëtari Robert Langdon atje duke hyrë gjen dorën e prerë të këtij Peter Solomonit, e cila është e drejtuar drejt rotundës, drejt afreskut, dhe ka atë tatuazhin misterios. Tani problemi është që Peter Solomon, autori, thotë që është një power broker. Do me thënë quajnë këta sekserët e pushtetit që kingmaker, ngrejnë dhe rëzojnë politikanët në pushtet. Thot është një miliarder, qifut, mason, dhe familja e tij në Amerikë thot ka të njëjtin fuqi dhe të njëjtin rol që kanë Rothschildët në Europë. Kjo thot që është familja Rockefeller, shqip. Pra,
ky është realisht për Rockefellerët. Libër me disa autori ka... Është për Rockefellerët, thoni. Realisht autori ka në fillim të librit thot që çdo ngjashmëri thot me ngjarje ose persona thot real është e rastit. Tani po se Rothschildet në Europë do thash Rockefellerët në Amerikë s'ka rasti këtu. E qartë. Pra, që ta mbaroj me dy fjalë të tjera, në këtë moment do duket sikur autori do hyj në pistën e lidhjes së masonerisë me çifutërinë botërore, gjë e cila gjatë librit ai pastaj këtu patjetër shikon një vit kuqe se është tepër inteligjent dhe të riqet nga kjo pistë. Pashtu dhe Dora tregon drejt rotundës ku është figura e George Washingtonit. Është një afresk i famshëm që quhet Apoteoza e George Washingtonit. Apoteoz quhet, ka shumë rëndësi kjo, apoteoz quhet shndrimi i njeriut në Zot. Sepse objekti qendror i librit është piramida. Po mos harroni një gjë, autori i shpëton fakti që Kapitoli është ndërtuar si një piramidë. Pra, ashtu si piramida egjiptiane kishte kriptën poshtë ku varosej faraoni dhe në kulm faraoni bënte apoteozën, shkonte në qiell si perëndia Ra. Po kështu Kapitoli u ndërtua që të varosej Washingtoni dhe ky është fakti i njohur në gjithë biografitë e Washingtonit. Pra George Washingtoni duhet varosej atje, katafalku ndodhet ende atje në muzeun në kriptë. Por në një moment të fundit Washingtoni oshi dorë nga kjo dhe u varos në malin rushmor. Tani, problemi është këtu që këtu do varosej Washingtoni si faraon, lart është tabloja Apoteoza ku ai paraqitet si zoti Jupiteri i Romës të lashtë, duke pasur në krah perëndeshën lirik shumë me sultkuqe, jo se kishte dobësi për sultkuqe, natyrisht. Ajo zbulon gjëra të tjera shekullet më vonshëm. Dhe atëre lind koncepti i pushtetit që vun masonët dhe qifutët në Shtetet e Bashkuara të presidentit mason si faraon. Ja se shkruaj unë në shkrimin tuaj lidhur me këtë libër patriot Miftaraj, ju shkruani masoneria ka si simbol të saj figurën e rombit, shkruani ju, të formuar nga bashkimi i kompasit dhe një vizore në formë lëje. Po. Me simbolin e rombit, shkruani ju, piramid, masoneria moderne e tradhton veten si një konspiracion që vazhdon traditën okulte të ideimit dhe zbatimit të një projekti për të ndërtuar një qendër sekrete pushteti në një shoqëri njerëzore, shkruani. Simboli i rombit është shumë interesant të masoneria, sepse ata nga janë thonë kemi origjinën të ndërtuesit, të muratorët e ershëm, nga ana tjetër duhet të përdorin atëre mistrin dhe çekiçin, ku di unë, por rombi i formuar nga kompasi dhe vizoria në formë leje janë mjetet arkitektëve, jo të muratorëve. Por këto tregojnë diçka tjetër, tregojnë piramidën, sepse po ta shikojmë piramidën, për shembull piramidat e Egjiptit, realisht piramida ka pjesën si trekëndësh që del mbi tokë, ka dhe pjesën një trekëndësh të përmbysur nën tokë që përfundon te dhoma e fshetë ku është vari faraonit. Pra, piramidën po ta imagjinosh, Gencin e kemi dhe mervesh nga ndërtimi, duket si një romb, po ta vizatosh kështu. Pra, shumë financier se sa merresh me ndërtimin, po. Pra, piramida është një romb dhe mënyra më e thjeshtë tani, po të shikonim cila që lidhja midis masonerisë dhe çifutërisë. Që piramida simbolizon pikërisht këtë gjë. Piramida simbolizonte pushtetin e faraonit të bazuar në dije sekrete, që rigjenerohej. Dhe po të marrim tani cila është mënyra më e thjeshtë si lidhet çifutëria me masonerinë në figurën e Peter Solomonit. Le ta përdor shikuesët që janë këtu po ndjekin, le të marrin një letër të bardhë dhe të provojnë të mënyra më e thjeshtë për të vizatuar atë që është Chelsea me të cilin Dan Brown zbulon simbolet. Ai përdor yllin e Davidit, simbolin çifut. Pra, përdor dhe vën në simbolet yllin e Davidit. Atëherë, le ta provojnë tani shikuesët mënyra më e thjeshtë për të vizatuar. Dan Brown i vet Alindën ku fora me Alindën e përpasur në sud, do të thotë Alinda thotë nuk është çifut. Realisht. Nuk është çifut, është e vërtet, por mënyra më e thjeshtë për të vizatuar yllin e Davidit është të vizatosh një piramidë me kulmin lart dhe që ta pres atë një piramidë me kulmin poshtë dhe del direkt ylli i Davidit. Ka disa Jo, kjo është mënyra më e thjeshtë, le ta provojnë gjithë shikuesët tani edhe kalamani më thjeshtë. Dan Browni me inteligjencën e vet sigurisht që e dinte për ka një problem. Në rast se ai do të ndjekur të njëjtin logjik që përdori te Kodi Da Vinci për të zbuluar, për të prekur figurën e Krishtit, atëherë duhet ta shikonte këtë analogji se objekti qendror është piramida masone. Në gjithë librin ai merret me sekretin e piramidës masone. Një sekond. Ja, ta mbaroj edhe këtë. Dhe tani, aty nuk mund të shtonte kjo gjë, që ylli i Davidit simbolizon pikërisht piramidën e dyfisht, pra piramidën me pjesën e dushme toksore dhe piramidën e përmbysur me pjesën nën toksore. Sepse pikërisht për këtë
simbol të piramidës, populli që i fut 2000 vjet para Krishtit, me në krye Abrahamin, u ngrit u nis nga Iraku i sotëm, rrugderdhja e lumejve Tigër dhe Ufrat, erdhi në Palestinën e sotme, pranë Egjiptit. Egjipti ka qenë Shtetet e Bashkuara, Egjipti i vjetër ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Lashësisë. Kishte sundimin, ndijet, potencën dhe u ndeshën dy qytetërime, u përpoqën që i futët ta marrin në kontroll Egjiptin, i dëboi faraonin, ndodhen ato që ndodhen që janë përshkruar në libër, pra vazhdon historia e vjetër, që ylli i Davidit është simboli pushtetit që i fut mbi botën. E ja se shkuan ju kastriot në shkrimin tuaj më të fundit me tyrin Shqipëria, vendi ku libri simboli i humbur i Dan Brown bëhet realitet. Ju shkuani, nëse në Amerikë duhet të jesh një simbiolog i sofistikuar si personazhi i Brownit, shkuani ju, për të zhvilluar këtë gjë. Në Shqipëri kjo gjë po bëhet më së evidente nga dita në ditë, shkuani ju. Eksperimente mëdha bëhen në vende të vogla si Shqipëria. Ju shkruani piramida për të cilën flet drama, me këtyre referoni Edi Ramës, një sekond, kryetari i PS-s. Ju shkruani piramida për të cilën flet Edi Rama, që janë piramidë këtu apo jo? Në 11 prill të vitit 2008. Nga kulmi ja ta lexojmë. Vetëm paragrafun e pastaj po ju lëfisni. Ja të shkruan kas. Piramida për të cilën flet Edi Rama, nga kulmi i cilës njeriu vetëm dominon sheshin, duke fituar aftësi gjithandej pamse, nga lart poshtë në të katër anët, nuk është simboli, shkruan mystaraj, nuk është simboli dominimit të sheshit qendror nga qytetari, si shtot Edi Rama, por një simbol masonik. A mund ma shpjegoni çdo më thënë me këtë? Unë në këtë dua të them që po të merrni gazetën Zëri i Popullit të datës 12 prill 2008, do shikoni një intervistë Edi Ramës për planin rregullues të qytetit Tiranës, të bërë nga ajo studioja e famshme. Vetëm ky mjeshtër mund të lidhë Dan Brownin, kam një dosje të në Tiranë për gjithë veprimtarinë që i futën masonet në Shqipëri, kam një dosje të plotë. Do ta trajtojmë një emision tjetër këtu apo jo? Do trajtojmë. Sa do të cekim pas. Ndoshta do shkoj dhe në gjykatën e Strasburgut kjo histori. Se mos shkoj. Të gjitha të shkojnë. Po patriot pra, në zemrën e popullit të 2008-s, ndoshta. Do të kaloj fatat këtu, pastaj do shkojnë në gjykatën e Strasburgut. Mirë, me radhë. E kalosh këtu? Ti kalojmë. Pra rregullit do t'i kalosh gjithë patjetër, pastaj shkosh atje. Ato i quajtit në 12 prill të 2008-s, të Zëri i Popullit Drama jepi një intervistë. Edi Rama thotë që do ndërtohet në qendër të sheshit Tiranës një piramidë, e cila do ketë në kulm sot një vend ku mund të rrijë një njeri i vetëm dhe të bëhet zoti i sheshit. Çfarë thon kjo për Kjo do të thënë piramidë çfarë? Piramidë tjetër përveç sa që kemi. Jo, një piramidë tjetër në sheshin Skënderbej. Dan Brown në librin e ka planë fakt piramidën Rama. E ka thënë. Dan Brown është dokumentuar, e kam gazetën. Dan Brown në librin e vet thot, dhe jo vetëm Dan Brown, piramida me kulmin e prerë, ka atë syrin që shikon gjithandej, syrin gjithparës. Pra, pikërisht ky njeriu që do rinë në maj do simbolizoj syrin e gjithparës. Po këtu ka dhe një gjë shumë kurioze. Kjo do jetë përsëri piramide dy fish në formë rombi, që mundet të vizatohet në yllin e Davidit, sepse poshtë do ndërtohet një parking, dhe parkingu simbolizon pjesën nëntokësore që zbret, dhe se çfarë mund të ndërtohet aty poshtë parkingut një kryt sekrete, pastaj një kryt sekrete, ky ti jep rastin, një kryt është ajo që tham për Kapitolin, ky ti jep rastin, ky të ushqen pastaj ato që i quajnë teori konspiracioni. Njerëzit kuptojnë më të gjithë këtë të qerësia çdo thotë kjo. Pse lidhi me Ramën? Në qendër të Tiranës, sepse mos harroni një gjë që Edi Rama ka ardhur në Shqipëri nga Fondacioni Soros, që kur erdhi si ministër kulture kishte një çifut me atë kapelën çifut edhe me mjekër Irving Berković që quaj, që Shqiptani tani e ka çifut. Shqiptarët e gjithë i ka çifut, që në vitin 2005 kur u bë kryetar partia erdhi Soros i këtu e promovoi. Mos harroni një gjë, jo se po i them unë këto gjëra për Edi Ramën dhe se Lemenjan Berishën. Unë jam Berisha është? Jo, Berisha ka një rol të përshtatshëm. Ju thoni që Edi Rama çifut apo që është mason? Kemi sqaruar në këtë emision është kripto dhe mason. Masoneria nuk është gjë tjetër përveç se instrumenti çifutërisë botërore për të kontrolluar botën. Ai thonë gjithë masonët janë çifut. Jo. Çifutët vetë zgjedhin njerëz që nuk janë çifut, i bëjnë mason dhe me anë të tyre ti përdor. Si jeni qerët e sultanit? Edi Rama nuk është çifut. Edi Rama nuk është çifut. Edi Rama ju bie çifut. Bëj një emision në vetë për këtë ta shpjegoj unë me detaje. Problemi është Berisha. Me piramidën sqarohet dhe kjo pikë. Berisha këtu po ri 20 vjet e mbajnë në pushtet dhe nuk e largojnë dhe në politikë në mënyrë që në maskën e luftës kundër demonit Berisha këtej elita kriptoçifuto masonet marrë në sundim politikën. Pushtit Berisha pastaj. Më thënë, ky është funksioni i misteri ndejtjes Berishës pushtet.
Dhe ju shkruani po mbështes Berishën e po i them edhe jo qatë, jo, bëtë mirë që sqaruat e gjë. E kam sqaruar dherën e parë kam thënë diçka. Mirë është apostolisi Servini, Kasiot. Me piramidën, ju shkruani, me piramidën me syrin gjithandej pamës, Edi Rama është duke ndërtuar në qendër Tiranës si simbol qartësisht masonik. Ju shkruani piramida e Edi Ramës do të jetë një piramidë dyfisht në trajt rombi, sapo e thatë pak, duke pasur dhe pjesën e saj nën toksore, kështu beta. Gjithashtu në shkrimin tuaj ju shkruani Edi Rama po vendos simbolikën masonike, simbol të sundimit të diktaturës okulte masonike, të përqendruar në Shqipëri tek personi i tij. Këtë mund të ma thoni me fjalë më të thjeshta? Po është e njëjta, po të shikosh mënyrën se si Edi Rama është lançuar në politikë ose se si po lançohen ata rrotullti si Erion Velia me shok, është i njëjti mekanizëm që e jep Dan Brown për Washingtonin. George Washingtoni ishte një platantor, një tregtar, i cili merrej me kontrabandën e çajit dhe mbreti anglis kur erdhi në Majtundës vendosi, kjo është e njohur në gjithë librat e historisë, vendosi të ndalonte kontrabandën e çajit në 13 kolonitë amerikane, këta shpallën pavarësinë. Është një lloj siç u tentua mafia në Sicili të shpallë pavarësinë në vitet pas luftës të dytë botërore, atëherë për bërë lirisht trafikun e drogës. Dhe problemi është këtu. Aty do me thënë simbolika është kjo. Shteci më i madh i Edi Ramës. Nga kripta, tek apoteoza. Është i njëjti mekanizëm që i prodhon lidera. Marketing në fakt. Marketing pozitiv është kjo që bëjmë. Po e mbështet se po i frutën gjithë populli kështu do ndodhi, s'ka ç'a të bëjmë. Jo, e vërteta. Unë them të vërtetën. E vërteta? Ose gjithë të vërteta, ka thënë, jemi brenda. Po tani ç'a të bëj unë ja ku është Dan Browni që problemi është këtu që është i njëjti mekanizëm si tek Kapitoli, aty është mekanizmi i pushtetit. Ja po të shkruan. Piramida Krito Cifute thot. Po kur do ndërtohet ç'a vjen? Prit pra. E ka thënë ai. Jo mirë, po kur do ndërtohet? E ka pra, tani francez, Po pra sa gjej atë për parkingun, gjej atë për parkingun. Gjej parkingun pra shpuna. Po është prishi parkingun e prishi Berisha? Jo, parkingu po shesh. Tani sa do të bëjë. Po do marrëveshje do bëhet tani do ketë parkingun brenda për kutit. Për kutit, ë? Piramida Krito Cifute masonike në qendër Tiranës, shkruan Kasiot Miftaraj, pas librit Dan Brown që kanë nxjerrë Dudaj në treg. Piramida Krito Cifute masonike në qendër Tiranës do simbolizoj apoteozën e Edi Ramës, shndrimin e tij në perëndi politike, shkruan Kasioti, sipas të njëjtit mekanizëm biozor që është ndroi George Washingtonin dhe që paraqitet në rotundën e Kapitolit. Ju shkruani Kasiot, dëgjoj Kasiot se pa Islami, Dan Brown fare mirë mund të shkruante një roman për piramidën masonot Cifute që Edi Rama do ndërtojë në qendër Tiranës. Pikërisht, nëse në Amerikë duhet ai nuk është dhe aq për të musulmanë konsiderat. Nëse duhet ai Robert Langdon të shkojë dhe të George Washingtoni mbas vdekjes se bëri atë. Jo, ndërtim mbas vdekjes. Rotunda u bë që para vdekjes filloi. Apoteoza u bë rreth vitit 1860, ka qenë një piktor italian. Ai bëri pikturën Apoteoza e George Washingtonit. Ai paraqitet në rotundën, domethënë në kupolën e Kapitolit, ai po ju keni qenë, ai paraqitet si zoti Jupiter, i kryezoti i Romës së vjetër. Dhe por ajo është në fakt mekanizmi se si merret një njeri i rëndom dhe kthehet në një lider hyni. Ai mekanizëm. Po ne mendimin ndryshe ç'a bën tash? Ai mekanizëm simbolizon mënyrën si prodhohen liderat, si u prodhua Obama, një lloj siç merret për shembull Erion Velia, që në atë filmin e ambasadës gjermane ku e kam tekstin e kam cituar këtu, thuhet që pas semestrit parë shkollës së lartë ndërpreu shkollën të bënte punë shoqërore në përballë dhe vazhdoi në internet. Megjithatë bëhet redaktori i librit të Obamës nga Arlinda, si mund bëhet njëri që ka bërë shkollën në internet, redaktori i librit presidentit të Amerikës, këtë e shpjegon Dan Browni pastaj. Domethënë sepse janë ato misterioze që Ka mistere rëndë të Është njëri nga redaktorët, ë? Cifuteria ndërkohë po reagon me mesazhin Më fal, cifuteria ka konotacion negativ. Është ky qëllimi. Po nuk e them, jo, nuk është që është në konotacion negativ. Në gjuhën në shqip ka konotacion negativ. Atëherë cifutë bukur. Po të merrni libër. Jo, Arlinda tha një gjë shumë interesante. Ambasada amerikane në Tiranë ka botuar një libër, Kohët moderne të Paul Johnson, që ka marrë nga presidenti i Amerikës medaljen e lirisë, medalja më lart. Dhe në gjithë librin aty përdoret termi çifut. Në Shqipi, në financimin e ambasadës amerikane. Ka dhe libra të tjerë ku ata përdorin fjalën çifut. Domethënë atëherë pas ka dhe anti-çifut. Çifut shqiptar ka me të reagojnë. Të bëjnë reagim ambasada tani ta tërheq librin. Çifut shqiptar luan të reagojnë, një nga njerëzit që reagon
Po është personazhi që kisha javën e kaluar në studio, Elisa Spiropali thotë, e bëj shumë të falakaçit. Vedi për këtë kaçë ke për kaç islami apo për kaç mestaraj në vend, do të thosh Elisa. Ai kaç ka thënë. Kaç mestaraj ka bërë çefin besoj. Po pra, po si fut, po që ta që si fut, edhe ajo që bëj çefi Elisës te në film. Nuk tha jo. Po me këtë histori që tregon Po gjithë. Po ti e bën që futet që u bën çefi, un po i them dhe Arlindës, se më duket se fare ka rovi apo jo. Jo, se kam rovi. Hovi. Domethënë hovi. Kë? Hovi është Ndjemin e vet. hovi të parin, domethënë Si e ka lënë? Hovi. me që është nga dora dhe aty kanë zbritur çifute, po ishte për humor. Dgjoj, kaç islami të pesët e LMN-s, ka ndonjë shans tani pasaj që Gjithë këtë që shpjegove ti doon ku jemi në pesë. Ju jeni këtu që masoneria tani që po i zbulojnë letrat mund ta tërheqë Diramën, kështu që delni ju në skenë. Por nuk ka dash mirë punë dash. Ë? Jo, Si ka dash si mirë pasim punë. edhe kaq keq domethënë. Si keni dash keq ju dhe si ka dash mirë ai. Po pra, jo, piramida sigur- nuk se besoj çka do. Pati s'po bëj piramida ka. Unë nuk e di, unë them çfarë është deklaruar. Po, Unë po. ku bëu Asgjë nuk ka të gënjeshtërt dhe nuk ka asnjë abuzim në gjithë rrymin që bën mystaraj. Pra, Po, se po mund do ta të bëjë mbrojë teori konspiracioni. Tani Karl Poperi që ka bërë atë librin Shoqëria e Hapur dhe Armiqtë e Saj, që këta nuk e botojnë këtu, mbajnë emrin Shoqëria e Hapur, fondacioni dhe libra për shoqëritë e hapur, thot Piro Misha, ka botuar 500 libra dhe zboton librin që i ka dhënë emrin Kolanës. Shoqëria e Hapur dhe Armiqtë e Saj, se ai thot sa gjëra të bukura atje, thot. Një konspiracion, thot, nuk zbulohet me dy mënyra, thot, ose konspiratorët do dështojnë, ose konspiratorët do pojnë vetë që bëm konspiracion. Tani këta nuk pojnë që bëm konspiracion, deri tani s'kan dështuar. Zoti Shani në mesazhe të lutem, pyete zoti Miftaraj, a ka informacion se kush do të jetë bashkëshortja e ardhshme e Edi Ramës dhe sa do të zgjasë kjo martesë? Tani, po të spekuloj pak, do them që Berisha në momentin më të vështirë me këtë ligjin për martesat e homoseksualëve ka dashur të përçajë opozitën. GNS9 me PS-n. Vërtet? Në fakt, po e mendon. A? Se GNS9 Edhe mund të shkon në Monaco. mund të ketë shumë njerëz që thon tani duhet ky ligj ja vlen më shumë se kutit dhe Ky vend për mua është i mbushur me katundar. Nuk ka vend as për mason. Amerikën e krijuan ata. Vetëm Po katundar. shikon ti këta masonët Ky vend është i zonin mbushur paguanin me taksën e katundar. çajit. Këta masonët që krijuan Amerikën e kupton ti zonin paguanin Zgjuar, taksën e nuk ka. çajit. Nuk ka as Te mason, kauza e as tyre. gjë, vetëm katundar, pa punë, Në fakt sipas shkëlqyre, shifrave asgjë. zyrtare. Asgjë, asgjë. Dakor. Thuhet Megjithatë, po derisa të zbulohet tamam kjo histori, libri Dan Brown i liri simboli i humbur është në treg nga shtëpia botuese Dudaj. Por ta mbyllu këtë bisedë me Arlindën për ta përfalenderuar dhe me Kasiot Miftaraj dhe për të përcjellë dhe Kaç Islami që na kënaqi që ndonjë dhe pak me ne. Unë do e mbyll sigurisht me një intervistë, pyetje tmerrsisht të shkurtra 2-3 fjalë. Arlinda do mini pjesë të intervistë? po në mënyrë jo konspirative. Jo konspirative. Po, Kaçi do mini pjesë? Varet për çfarë. Gens gjithashtu. Ja dëgjoni, intervista quhet thjesht Masonët. Atëre, Kasiot Miftaraj për të fillojë nga ju, më thoni me 3 fjalë, çfarë janë masonët dhe kujt i shërbejnë ata? 3 fjalë për pjesën e parë, 3 fjalë për pjesën e dytë. Çfarë janë masonët? Dora e fshehtë e çifutërisë botërore. Dhe kujt i shërbejnë? Tash çifutërisë për sfunduar botën më sekrete. Arlinda Dudaj, a mendoni ju se ka një komplot botror për të sunduar botën dhe nëse po, a mendoni ju se në qendër të këtij komplotit të hershëm janë masonët? Dihet që tani në fakt kush e Ta më sundon shkruaj, botën e sundon paraja. Dhe shumë të pasur nuk janë mason. Pra jo, Kështu që jo. jo. Kaç Islami ju si thoni, po apo jo? Jo, them dhon. Jo. Gens Bekashi? Jo, jo. Jo. A besoni ju, po ju Kasiot, mendoni se po janë masonët? Po sigurisht, çifutëria dhe masoneria Masonet janë botërore bashkë. na Dan Brown e thot ajo dora e atij Peter Solomonit. Para dakor. simbol. Kaç Miftaraj, më thoni lutem, a besoni ju që masonët janë duke përgatitur një rend të ri botror? Po, Po. shpallur kjo. E ka shpallur presidenti Bush i vjetri, po në një fjalim në vitin 1990. Ta mbamë vitin e fjalimit aty. Është fjalim i famshëm, ai citohet shumë nga të gjithë. Gens Bekashi? I futet ja akoma pa shtëpi o burr, çfarë do bëjnë? Edhe reni do bëjnë ato tash. Po. Islami?
Unë nuk e besoj me gjithë se një nga librat e famshëm që është një histori e shkurtër e të ardhmes, e shkruar Jacques Attali, që është hebreme. Dakor. Jacques Attali ka dhe librin që futet paraja dhe bota, që është botuar këtu dhe ku thot që qifutet u kthyen në fen, thot po ngelen kriptoqifut. Merret shumë me historinë e kriptoqifutëve. Kështu që duhen kërkuar kriptoqifutën në Shqipëri. Po sigurisht. Ka qenë dhe miki Kadares ai. Unë nuk mendoj që ka në një rrezik. Në fakt rendi i ri botror është përdorur nga që në 47, nga të djathët religjioz amerikan. Dhe për sa kohë komunizmi ra. Ka thot Miftaraj, a mendoni ju se Hitleri ka qenë qifuto mason dhe i ka shërbyer çështjes tyre me Holokaustin? Jo, Hitleri nuk ka qenë qifut, por Hitleri i përndoqi shumë masonët, i bile ka një gjë kurioze që pas luftës Gjermania u detyrua shteti gjerman, megjithëse Adenauer ishte katolik, dhe dihet që katolikët nuk i donin qifutët, këta më fal masonët, u detyrua nga aleatët që të atë lozhat masone. Në detyruar qeveria gjermane, Islami? Ma pret mendja bile është e kundërta, jam dakord me këtë ide që i ka sulmuar shumë Alina? Jo, vetë masonët botërisht nuk e pranojnë këtë gjë. Tektash? Jo konspiracion. Qifutët më duket e ndihmuan një Hitlerin, siç ndihmuan këtë Leninin, gjithë këta i kanë ndihmuar një. Ndihmuan fillim, po. Pastaj i ka ngel hatri dhe i ka vrarë ai. Shpjegimi thjesht. Çfarë kanë bërë Kastriot masonët sidomos të 1000 vjet të fundit? Më thoni vetëm 3 gjëra. Masonët rrëzuan gjithë perandoritë, domethënë e para. E dyta, masonët duke qenë shërbëtor qifutëve, kuptohet se masonët bashkë qifutëve. Krijuan ato që ka rëndësi, rrëzuan perandoritë në krijuan shtetin e Izraelit dhe tani në anë të kriptoqifutëve në të gjitha vendet do konsolidoj sundimin mbi botën. Në Shqipëri duket qartë. Me fondacionin Soros, me këta gjithë. Haxhi Islami, a mendoni ju duke qenë se keni qenë ministër e financash, se krizën sot në ekonomiko-financiare në botë kanë krijuar masonët bashkë qifutët sigurisht? Jo? Dakor. Edhe ona duhet, themi nga këto gjëra, ka shqetë, zhdukemi nga politika fare. A mendoni ju, Alinda, se Kennedyn e kanë vrarë masonët? Nuk e di kush e vrau Kennedyn, po në fakt amiku numër 1 i Kennedyn ka qenë Hooveri. Shefi i FBI, jo që ishte gjithashtu bashkëpunonte me McCarthy, i cili ishte një antimason, dihej. Tani se dalin llogaritën, nuk e di kush e vrau Kennedyn, por jo çapa, nga përfuan pra. Nuk besoj sepse nuk na del kështu llogari. Islami ju si thoni? Jo, Miftaraj? Vritet presidenti i Amerikës dhe mos kenë dorë masonët është e pamundur. Ha? Nuk vritet presidenti i Amerikës. Nuk e, ha, do të mendua për